Mirë, shikues nderuar, jemi zhvendosur tashmë në hapësirën e intervistës. Do të flasim ditën e sotme për protestën e Partisë Demokratike dhe të opozitës në tërësi, e cila tashmë ka hyrë në javën e tretë të saj. Na pret drejt për së drejti nga jashtë quajtura Çadra e Lirisë, kryetari i Partisë Demokratike për qarkun Elbasani, zoti Aurel Bylykbashi. Zoti Bylykbashi, përshëndetje. Përshëndetje, nderuar zoti Karaj. Faleminderit që pranuat ftesën për të qenë pjesë e kësaj interviste drejt për së drejti këtu në Ora News. Atëherë pikë së pari, si e keni parë protestën e Partisë Demokratike dhe të opozitës në tërësi, e cila tashmë ka hyrë në javën e tretë të saj dhe duket se do të vijojë edhe më tej? Protesta jonë është sot në ditën e 19 të saj dhe qytetarët, po flas këtu për qytetarët e Elbasanit, janë më të vendosur se kur për të vazhduar protestën. Përse ne jemi në protestë? Në fakt, unë kam pasur fatin të jem pjesëtar i lëvizjes djetorit që ditën e parë të saj në vitin 19. Atëherë ne u ngritëm për një arsye madhore dhe të vetme. Në Shqipëri mungonte liria. S'kishte hapësira lirie. E lëm çështjet e tjera, ekonomia e tjera. Edhe sot jemi në njëjtën situatë. Përse vim protestojnë qytetarët e Elbasanit në këtë protestë, dhe qytetarët e gjithë Shqipërisë. Shqipëria i mungon liria. Kemi një qeverisje e financuar, e ardhur në pushtet, e mbështetur dhe që qeverisë bashkë me krimin. Kjo është pamja e qeverisë sotme, pamja e Shqipërisë sotme. Kontrolli i mediave, varfërimi, papunësia, problemet ekonomike. Prandaj janë sot qytetarët e Elbasanit në këtë protestë. Por çka është më madhorja? Shqipëria sot ka një problem të madh me demokracinë. Thelbi, ashti i demokracisë, thelbësorja, ajo që e mban këmbë demokracinë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, është vota e lirë. Në Shqipëri ka ndodhur dhunimi i votës të lirë. Prandaj demokracia shqiptare është në rrezik. Dhe kjo çadër këtu, që ne i quajmë Çadra e Lirisë, në fakt nuk është çadra e pushtetit. Ne nuk jemi këtu dhe protestojmë për të sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Sigurisht kjo është pjesë e fushatës dhe e programit që vjen në pas. Por ne jemi këtu për një çështje shumë më madhore. Në Shqipëri rrezikohet vota e lirë nga banda, horra, nga paratë e drogës, nga vjedhja e saj. Prandaj demokracia shqiptare është në rrezik dhe ne jemi këtu për këtë qëllim të madh, të kthejmë votën e lirë qytetarëve shqiptarë. Bërët një retrospektiv dhe një kthim pas në kohë, duke ju referuar edhe thirrjeve të pas viteve 90, pra që e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Ndjeni keq që ende sot, edhe pse janë bërë hapa, sigurisht duhet pranuar, por që prap nuk jemi në atë ku duhet dhe meritonim që të ishim? Sigurisht, do t'ju them vetëm diçka që më tha një miku im përpara disa ditësh, i cili është në një moshë rreth 50-ave tani, dhe më thotë kështu. Ka qenë nga protagonistët e atyre viteve 90, dhe më thotë. Atëherë kishim një ndarje të qartë dhe të pastër ideologjike. Përballë kishim djemtë e bllokut, kishim bllokun, kishim strukturat e asaj partie monopol. Dhe kishim një ndarje ideologjike me atë që përfaqësonte pushtetin në vitin 90. Çka ndodhur mbas kaq viteve? Nuk kemi përballë ata. Kemi fëmijët e tyre, por kjo me një përzierje dhe me një amalgam me krimin, dhunën, drogën. Parlamenti shqiptar, i cili duhet ishte një parlament elit, dhe unë këtu vlen të kujtoj, parlamentin në 96 dhe cilët ishin përfaqësuesit e Elbasanit, Engjëll Dakli, Hakim Hoxha, e të tjerë, personalitetet qytetit tonë. Çfarë personalitetesh ka treva jonë sot në atë parlament? Njerëz që vinë nga hiçi ose nga segmentet krimit që përfaqësojnë qytetarët e Elbasanit në parlament. Pikërisht, kjo është ajo. Nëse kishim dje ndarje ideologjike, kë kemi sot përballë? Sot përballë kemi këta njerëz që vinë nga dhuna, nga krimi, nga paratë e drogës, nga blerja e votës, nga dhuna për të fituar vota. Pikërisht në këtë drejtim, unë mendoj që, siç e thash dhe më parë, prekja e këtij kolone kryesore dhe funksionimit të demokracisë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë vendet demokratike, ka sjellë këtë deformim të demokracisë në Shqipëri. Dhe unë mendoj që thirrjet tona e duam Shqipërinë si gjithë Europa, sot janë më të rëndësishme se kur, pasi demokracia shqiptare është në rrezik. Zoti Bylykbashi, sa optimist jeni se një protestë e tillë, edhe pse deri tani është përshëndetur për nga mënyra se si ajo është organizuar që prej ditës parë, pra nuk ka pasur incidente, por sa besimplot dhe optimist jeni që këto kauza që Partia Demokratike dhe opozita shqiptare në tërësi ka, do të mund që të ndreqen sipas jush? Protesta në zorinë e saj, që nga dita e parë e saj, unë mendoj se i ka arritur qëllimin e saj. Sepse në fund të fundit, kjo protestë ka dalë nga kjo çadër. Ajo është bërë sot një kaos për çdo qytetar shqiptar, i cili ne po kërkojmë që kur shkruaj përpara kutisë votimit, mbasi të ketë dëgjuar programet e gjithë partive,
ai të zgjedh me subkoshin e vet dhe t'ia japi Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, LSI ose cilës do forcë politike tjetër. Pikërisht kjo protestë që bën çadër, që ka dalë nga përmasat e çadrës, të kërkon rivendosjen e standardeve të demokracisë Shqipëri, të shkelura me këmbë nga kjo qeverisje. Dhe në këtë kuptim, prandaj kjo është bërë një lëvizje qytetare. Nuk është një lëvizje vetëm e qytetarëve që votojnë Partinë Demokratike. Shikoni analistë të ndryshëm që vinë këtu dhe përkrajnë dhe mbështesin liderin Basha. Por sigurisht kjo protestë ka arritur një dimension në 4 drejtime. E para, ka rikonfirmuar leadershipin Basha në drejtimin e Partisë Demokratike dhe të koalicionit opozitar. Është kryer një lëvizje qytetare mbar shqiptare. Kjo i ka treguar kryeministrit Rama, i cili ndodhet në krah të çadrës, që ne nuk kemi kthim prapa nga kjo lëvizje, njëkohësisht kjo ka zgjuar ndërkombëtarët për t'i thënë që në Shqipëri nuk mund të vazhdojë të qeveriset në këtë formë, për të cilën keni dhe ju detyrimet si njerëz që informoni sigurisht dhe monitoroni zhvillimet demokratike në Shqipëri. Prandaj unë them që kjo protestë i ka arritur qëllimet e saj. Sigurisht, në këtë datë të sotme, ditën e 19 të protestës, mund të thoja që këtu ka vend për të reflektuar nga të gjithë. Ka vend për të reflektuar ne që jemi në këtë anë të barrikadës, por sigurisht dhe për qeverisjen Rama, Meta, Idrisi do të thoja unë. Sepse ne ndonjëherë themi vetëm qeveria Rama, jo, është qeveria Rama, Meta, Idrisi, për të reflektuar nga çdo pjesë e kësaj qeverisje për një kaos që ka lidhje jo vetëm me Partinë Demokratike, por me çdo forcë politike, por në radhë të parë ka me demokracinë shqiptare, votën e lirë shqiptarëve. Zoti Blik Bashi thatë që pritshmëri të paktën në 4 pika kyçe që ju përmendët, kjo protesti ka përmbushur. Po sa i përket pritshmërive të tjera dhe që duket se janë më esenciale në krahasim me 4 të tjera, pa dashur që t'i sfumoj edhe këto, siç kanë të bëjnë me votimin dhe numërimin elektronik dhe mbi të gjitha me krijimin e qeverisë teknike. A do të fitohen këto 2 betejë mjaft të rëndësishme dhe kauzat e forta sepse është ngritur kjo çadër? Që në fillim dua të theksoj jo vetëm personalisht, por të gjithë njerëzit që kontaktoj nuk kanë kthim brapa nga ky objektiv që kemi përcaktuar. Pra, përse kërkojmë ne një qeveri teknike? Sepse qeveria Rama, me mbështetje, me fije, me mënyrën se si ka ardhur në pushtet, me degradimin e parlamentit, me largimin e personave të inkriminuar nga parlamenti procesi i cili duhet vazhdoj, ka treguar që ne nuk kemi kthim brapa nga kjo kaos. Nuk kemi kthim brapa dhe do të vazhdojmë sepse e konsiderojmë jashtëzakonisht principale kauzën tonë. Dhe unë mendoj që fakti që kjo është kryer një lëvizje të madhe, një lëvizje qytetare, kjo do të arrijë për masat e saj. Përse kërkojmë qeveri teknike? Qeveri teknike kërkojmë sepse qeveria Rama, Meta, Idrisi në gjithë këtë kohë ka treguar që nuk ka as pak dëshirën, por do të vazhdoj të përdorë të njëjtat metoda që përdori në Korçë, që përdori në Dibër, që përdori në zgjedhjet e 2015 për të marrë pushtetin. Sepse këta në radhë parë, si forcë që drejton dhe organizon zgjedhjet, nuk kanë dy çështje në zgjedhje. Pra, standardet dhe fitoren e tyre. Por këta kanë qëllim dhe mjetin e vetëm dhe shfrytëzojnë të gjitha mjetet për të arritur fitoren e zgjedhjeve. Gjegja është krejtësisht jo normale në demokraci. Ne do të garantojmë qytetarët shqiptarë që të votojnë të lirë. Kjo është kauza e kësaj çadre, kauza e çadrës lirisë, e cila në fakt nuk është çadër për pushtetin, por është çadër për këto standarde dhe që është kryer në një kaos të çdo qytetari shqiptar. Zoti Blik Bashi, flitet në fakt për kanabizim të vendit për përdorim të parave të drogës në këto zgjedhje që sipas Partisë Demokratike dhe opozitës në tërësi do të përdoren për të blerë votat në 18 qershor. Nga ana tjetër kemi dhe artikulimin për qeveri teknike, por pyetja është, po ju drejtohemi qëse dhe ju keni një karrierë gjatë politike dhe keni qenë madje edhe pjesë e legjislativit. Në terma konkret, si e zgjidh problemin çështja dhe ngritja e qeverisë teknike, pasi të ashtu quajturit kriminal dhe paratë e drogës, nëse ekziston dhe nëse vërtetohen, kam përshtypjen që do të jenë aty edhe me qeveri teknike. Pra cilat janë mekanizmat e kësaj qeverie teknike për të parandaluar këto? Para unë mendoj njëherë që kjo qeveri teknike duhet të jetë një qeveri e besimit gjerë nga të gjithë forcat politike. Sigurisht. Dhe sigurisht, unë mendoj që të gjithë ky lloj kontingjenti mos kujto se janë të ekstrema. Domethënë, një qeveri e cila parashikon dënime të ardhur me paketa penale nga parlamenti, parashikon dënime të forta ndaj atyre që përdorin parat pista në fushat, ose ndaj atyre që shesin dhe blejnë votën, të jeni të bindur, e kam fjalën këtu për dënime drastike, të jeni të bindur që do të pengohet me njëherë. Sigurisht transparenca e parave në fushat, por mbi të gjitha këto,
unë mendoj që është shumë e rëndësishme që të gjitha palët në Shqipëri, sepse kjo botë është portokale. Domethënë ne duhet vendosim këtë standard që është sot e cila do të jetë dhe nesër, kur ne jemi në pushtet dhe pala tjetër të jetë në opozitë. Prandaj unë mendoj që besimi midis palëve dhe dëshira që të shkojë trajektoria e demokracisë shqiptare në këtë linjë, kjo duhet jetë ajo që duhet karakterizojë dhe qeveri teknike e cila duhet të çojë me mirëbesim vendin drejt zgjedhjeve të mira. Zoti Blybashi, para se të kalojmë edhe në një blok pyetjesh që lidhen edhe me zonën që ju mbuloni si kryetari i Partisë Demokratike. Në fakt kjo forcë politike ka marrë meritat për kontributin që ka dhënë në ligjin e dekriminalizimit, që ka për qëllim spastrimin e parlamentit nga figura që nuk meritojnë në fakt që të jenë pjesë e parlamentit dhe përfaqësojnë popullin. Po sa i përket reformës në drejtësia, mendoni se opozita duhet ketë të njëjtin qëndrim pra të jetë aty për të mos lejuar edhe tentativa apo gabime atjetë e përfaqësuar. Paralelisht vazhdoj dhe protesta, sigurisht nëse. Përpara se shkojmë te reforma në drejtësi, po mbetëm pak tek ligji i dekriminalizimit. Kemi një precedent, që ishte mandati i zotit Prenda, të cili KQZ-ja me njëra ashtu siç përdori standardin për zotin Tahiri, deputeti KDJ-s i ardhur pranë Partisë Demokratike, të cilit i hoq mandati për shkak se nuk ishte deklaruar në formularin e deklarimit një gjë prej disa mijëra lireta të vendosur në Itali dhe i hoq mandati vetëm për shkak të mos deklarimit. Përse nuk u përdori njëjti standarde për zotin Trega? Në konceptin tim, ajo që bëri KQZ-ja, sepse ajo largua me dorëheqje, është një grusht shteti i pastër. KQZ-ja duhet vepronte mbi bazën e të njëjtit standard dhe të njëjtit moral siç veproi për rastet e tjera. Tani le të kthehemi tek pyetja juaj, tek çështja e reformës në drejtësi. Absolutisht Partia Demokratike ka deklaruar që në fillim të këtij procesi që është pro reformës në drejtësi. Por çfarë reforme në drejtësi? Ajo që inicioi Rama që në fakt nuk ishte reformë në drejtësi, por ishte një reformë për të kontrolluar sistemin e drejtësisë, që sistemi i drejtësisë të varej tërësisht nga qeveria. Ndërhyrjet tona në ligj me ndikimin e Komisionit Venecias siguruan sigurisht që çuan në atë projekt ligji i cili është sot. Ne përsëri jemi pjesë e këtij procesi dhe duam të jemi, por me çfarë besimi të jemi ndaj këtij kryeministri, i cili jo vetëm që nuk po tregon dëshirën dhe të vazhdoj procesin e dekriminalizimit, por mban roshët dhe kompani sot duke dashur t'i përdor ata në fushatën e ardhshme zgjedhore për të garantuar dhe vjedhur votat në interes të Partisë Socialiste. Tërësisht kjo është e papranueshme për ne. Vetëm qeveria teknike, zgjedhjet e lira janë ato që do të çojnë në një proces mirëfillt reformimi dhe të drejtësisë shqiptare. Qartë. Mirë, zoti Blybashi, flasim pak edhe për strukturën e Partisë Demokratike në Elbasan, teksa po kthehesha edhe tek deklaratat tuaja që keni bërë vite më parë kur edhe kandidonit, keni deklaruar shprehmisht se doni që të jeni krye kësaj force politike për të bashkuar demokratët. Si është ky proces ditën e sotme? Ai ka përmbushur qëllimet? Demokratike, sepse kam qenë dhe herë të tjera të kryetari i saj, sigurisht deputet, absolutisht një drejtuesi force politike, pikë së pari ka detyrimin e vet që të mbledh gjitha energjitë, të gjitha fijet, gjitha potencialet e një force politike dhe sigurisht i zgjeroj ato maksimalisht. Por unë mendoj që çështja kryesore është që ne sot duhet dalim përballë qytetarëve të Elbasanit me portrete dhe me ide. Sepse çfarë po ndodh në Elbasan gjatë kësaj kohe dhe ndaj kësaj qeverisje 4 vjeçare, papunësia, varfëria, mungesa e investimeve, mos vazhdimi i rrugës Elbasan-Tiranë, sigurisht problemi i pasigurisë në qytet. Elbasani është kryer në Palermo të viteve 80, me një kryetar bashkie i cili ka ardhur në atë karrige me dhunën e bandave dhe drogës dhe qëndron përsëri në atë karrige në të njëjtën formë duke bashkëqeverisur me bandat dhe krimin në qytet. Nga ana tjetër, Elbasani, i cili mund të jetë një Çernobil në Shqipëri për shkak të ndotjes, po kërkojnë ta rikthejnë nëpërmjet një inceneratori, po kërkojnë të djegin flerat jo vetëm të Elbasanit, por dhe të gjithë Europës dhe duan ta kthejnë në një kombinat të dytë metalurgjik. Këto janë arsyet për të cilat ne po i kërkojmë qytetarëve të Elbasanit të na mbështesin, sigurisht duke pasur një program të qartë për atë qytet dhe për trevën rreth tij. Por problematika që ju flisni ai keni deklaruar në Këshillin Bashkiak si një ndër pak instrument paktën që mund të dhe opozita dhe Partia Demokratike me përfaqësuesit e saj të ngrenë zërin përballë atyre që ju i quani Çernobil apo edhe përpjekje për ta kthyer Elbasanin në një qytet më tjetër. Ne jemi në minorancë në Këshillin Bashkiak, ne në opozitë, por ne në të gjitha rastet, nëpërmjet përfaqësuesve tanë, kemi ngritur zërin në interes qytetarëve të Elbasanit dhe në shumë raste pavarësisht se vota na ka mundur, ne kemi fituar fibrën qytetare të atij qyteti. Në fakt, edhe diçka tjetër, zoti Blybashi, po të shohim
deputetët dhe përfaqësuesit e strukturave të partive politike të majta duke sigur kanë filluar një fushat elektorale, mund ta quajmë të tillë, në thonjza, kjo pasi ende nuk ka filluar zyrtarisht. Cilat janë edhe përpjekjet e strukturave, të paktën në Elbasan, për të qenë pranë problemeve të qytetarëve, për t'i dëgjuar ata dhe më pas të reflektohen në hartimin e programit të Partisë Demokratike? Në përgjithësi protesta, kauza e ngritur, ka gjeneruar një zmadhim të Partisë Demokratike në qytet, të mushkërive të saj. Jo vetëm një homogenizim brenda saj, por dhe sigurisht një zgjerim të saj. Ne në këtë fazë tani jemi duke punuar në dy drejtime. Sigurisht, protesta është thelbi i aktivitetit ton publik dhe politik, në kuptimin e asaj që pas zgjedhjeve të lira, demokracia në Shqipëri nuk mund të funksionojë, por në njëkohësisht me strukturat tona, duke filluar që nga niveli me ullët i organizimit të partisë të seksionet, ne po vazhdojmë shtrirjen dhe kapilaritetin në të gjitha zonën, në mënyrë që të përgatitemi për fushatën e ardhme zgjedhore, sigurisht ku ne kemi konceptet dhe idetë tona që të konkurrojnë me programe dhe vetëm me program përballë qytetarëve të Elbasanit. Dhe le të jenë ata pasaj që do të vendosin se këtë duan të sjellin në pushtet në qeverisin qendrore. Sigurisht. Mirë zoti Bylykbashi, unë ju falenderoj që pranuat këtë ftesë për të qenë edhe pjesë e intervistës në Ora News. Ju falenderit juve dhe në mënyrë të veçantë dhe televizionit tuaj Ora News si një dritare e hapur e medias lirë në Shqipëri, e cila në fakt në këtë kohë po kalon pasiguri të madhe dhe sigurisht në disa raste është kthyer në një levë ose në një bish të pushtetit të Edi Ramës. Falenderoj edhe një herë dhe ju uroj punë të mbarë.